Në prag të konferencave të sigurimit të Minihut, diplomacia amerikane dërgoi një mesazh pajtues ndaj partnerëve evropian. Sekretari i Shtetit Marco Rubio theksoi se lidhjet mes dy brigjeve të Atlantikut nuk mund të merren më si të mirëqenia në një kohë kur krizat dhe konfliktet po shumë fishojnë në disa rajone të botës. Ndryshe nga tensionet e një viti më parë ku në të njëjtin forum zëra nga Washingtoni kishin kritikuar hapur aleatët, këtë herë toni ishte më bashkëpunues. Rubio pranoi se rendi ndërkombëtar i ndërtuar pas luftës së ftohtë po transformohet dhe se vendet perëndimore duhet të rishikojnë strategjitë e tyre për t'u përgjigjur sfidave të reja. Ai theksoi se epoka e vjetër gjeopolitike ka përfunduar dhe se Aleanca SBA-Europë duhet të përcaktojë se si do të funksionojë në një realitet ku konfliktet, presioni ekonomik dhe pasigurit janë bërë pjesë e përditshmërisë. Sipas tij, pavarësisht ndryshimeve, lidhja mes dy palëve mbetet thelbësore për stabilitetin global. Takimi i këtij viti zhvillohet në një kontekst të rënduar ndërkombëtar me luftën në Ukrainë, tensionet në Gaza dhe krizën në Sudani që kanë shtuar presion mbi sigurinë globale. Sipas organizatorëve, numri i konflikteve të njëkohshëm është më i lartë në dekada. Ish diplomati gjerman, një nga figurat kryesore të forumit, paralajmëroi se bota po përballet me një klim përçarëse ku shpesh zgjidhen politika konfrontimi në vend të reformave graduale. Kjo sipas tij rrezikon të minojë bashkëpunimin shumë palësh që ka garantuar stabilitet për vite me radhë. Në këtë sfond, mesazhi nga Washingtoni synon të rikthejë besimin mes aleatëve dhe të hapë një dialog të ri për të ardhmen e partneritetit transatlantik në një periudhë kur sfidat e sigurisë kërkojnë më shumë koordinim se kurrë më parë.